Uroj që kjo pjesa e dytë ushtruese e detyrës së presidentes të përfundojë sa më parë. Këtu varet nga deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës, nëse për një mend e kanë parasysh interesin qytetar, duhet ta votojnë një emër, qoftë burr apo grua, për president apo presidente të vendit. Mendoj që kur jemi këtu është shumë e rëndësishme që të kryejmë me përgjegjësinë më të lartë detyrat tona, e në këtë rast edhe zgjedhja e presidentit të vendit me mandat 5 vjeçar është jashtëzakonisht e rëndësishme. Të nderuara përfaqësuese të rrjetit të grave të Kosovës, e nderuara profesoresh, zonja Gjulieta Mushkolaj, anëtare e bordit të rrjetit grave, e nderuar zonja Eva Palatova, nuk po e shoh që është këtu, megjithatë e përshëndesim sepse e kuptoj që ka probleme me shëndetje. Më lejoni që të përshëndes Nensin, Sajidën, Reyes e dashurën Igon, me të cilën kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm tash e disa vite, zonjën Flora Brubina, por edhe të gjitha gratë dhe vajzat që janë këtu bashkë me neve. Po vjen shumë mirë që po takohemi në një ambient të përzemërt, ku e urojmë njëra tjetrën për punët e mira dhe ku dakordohemi për sfidat e përbashkëta dhe punën që duhet ta adresojmë. I përshëndes edhe mediat që po e përcjellin këtë aktivitet, sepse zakonisht kur bëhet fjalë për çështje gjinore, mungojnë mediat, dhe mendoj që duhet t'i përshëndesim dhe t'i inkurajojmë të gjitha mediat që të kenë një rol aktiv, por edhe ndihmues në përpjekjen e organizatave, por edhe institucioneve që të adresojnë përgjegjësinë në raport me vajzat dhe gratë në Republikën e Kosovës. Kam kënaqësinë të jem sot me ju në kuvendin vjetor të 23 anëtarëve të rrjetit të grave të Kosovës, një rrjet që për dekada ka kontribuar me seriozitet dhe këmbgulje në avancimin e drejtave të grave, në forcimin e jetës demokratike dhe në ngritjen e standardeve të barazisë në vendin tonë. Në kujtesën time, gratë e Kosovës lidhen me një pamje që edhe sot, ndonë se ka kalu shumë vite, por edhe sot e kujtoj. Në pranverin e vitit 1998, më kujtohet nëna ime, por edhe gratë tjera të lagjës, se cila me nga një buk në dorë, duke dalë në marshin buk për Drenicën. Isha e vogël në atë kohë dhe nuk e kuptoja shumë mirë se çka po ndodhte, por kuptova diçka shumë më të madhe. Kuptova se dhimbja e tjetrit nuk është e huaj, se kohëve të vështira u bëhet ballë dhe se kur gratë përfshihen, shoqëria jonë përparon, por edhe çdo shoqëri tjetër. Ky është edhe kuptimi i punës së rrjetit grave të Kosovës që ka bërë për vite me radhë. Shpesh mendohet se historia ecën vetëm me ngjarje të mëdha, me data të rëndësishme, me marrëveshje, me luftra, por kjo është vetëm gjysma e së vërtetës. Dhe besoj se pajtohemi se historia ecën edhe me punë të vogla, që përsëriten çdo ditë, derisa të bëhen themel. Me kujdesin për fëmijët, me sofrën që shtrohet edhe kur mungon shumë çka, me plagën që mjekohet, këto rrallë hyjnë në faqet historisë, por pa to nuk do të kishte fare histori. Gratë e Kosovës e kanë ndërtuar këtë themel dhe kur u organizuan e kthyen forcën e tyre të heshtur në fuqi publike. Rrjeti i grave të Kosovës është një prej shembujve më të qartë të kësaj force. Për dekada me radhë, ju keni qenë zëj qartë për barazin, për mbrojtjen nga dhuna, për pjesëmarrjen e grave në vendimarrje dhe për politika më të drejta. Keni sjell dije, hulumtime serioze, profesionale dhe përvojën reale të grave të Kosovës në tryezat ku janë marrë vendimet. Keni dëshmuar se demokracia nuk forcohet vetëm nga institucionet, forcohet edhe nga shoqëria që kërkon më shumë prej tyre. Si kryetare e Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe si ushtruese detyrës së presidentes, e di mirë vlerën e këtij roli. Ligjet bëhen më të mira kur mbështeten me dije. Politikat bëhen më të drejta kur mbështeten në përvojë. Në këtë drejtim, rrjeti i grave të Kosovës ka qenë partner serioz i institucioneve të Republikës së Kosovës. Prandaj sot më lejoni që të nderojmë një rrugtim të jashtëzakonshëm për kushtimi, guximi dhe qëndrueshmërie. Për më shumë se 2 dekada, kjo organizat ka qenë zëj fuqishëm për gratë, duke sfiduar padrejtësinë, duke mbrojtur të drejtat dhe duke ndërtuar ura shprese për ato që shpesh janë lënë në heshtje. Angazhimi i tyre nuk ka qenë vetëm reagim ndaj sfidave,
por një forcë aktive për ndryshim, duke krijuar hapësira të sigurta, duke fuqizuar zërat e grave dhe duke kontribuar në një shoqëri më të drejtë, por edhe më të barabartë. Puna e tyre është dëshmi se ndryshimi i vërtet kërkon këmbgulje dhe vizion afatgjatë. Në çdo iniciativë, trajnim apo mbështetje të dhënë reflektohet një përkushtim i palëkundur për dinjitetin dhe fuqizimin e grave. Prandaj, let na shërbej edhe ky moment si thirrje për të vazhduar përpara me të njëjtin pasion dhe me të njëjtën vendosmëri. Të dashura vajza dhe gra, e di që Kuvendi i Republikës së Kosovës nuk ka qenë gjithmonë aty kur vajzat dhe gratë kanë pasur nevojë për kuvendin, kur kanë pasur nevojë për mbështetje, për ligje të drejta, për debate konstruktive, sidomos kur ne kemi diskutuar çështje të cilat janë shumë të rëndësishme për vajzat dhe gratë, për dinjitetin e tyre, për fuqizimin e tyre ekonomik, për ndalimin e dhunës me bazë gjinore, dhunës ndaj grave, por edhe së fundi kemi qenë dëshmitar të gjuhës seksiste, të papranueshme, të dënueshme, mizogjene kundrejt grave në Kuvendin e Kosovës, por jo vetëm. Prandaj do të përpiqem me gjitha forcat, me aq sa di dhe mundem, që Kuvendit mos shndrohet në një institucion ku fyhen gratë, ku nuk ndihmohen ato, ku ndaj tyre përdoret gjuhë seksiste, jo vetëm ndaj grave deputete, por edhe ndaj vajzave dhe grave në shoqërinë tonë. Pra, nuk do të pranoj që në Kuvendin e Kosovës, në seancat e Kuvendit, kjo të ndodhë në të ardhmen, dhe kur do që të ndodhë, do të merren masat sipas rregullorës së punës së Kuvendit. Prandaj edhe rastin e fundit e kam dënuar në foltorën e Kuvendit dhe në të ardhmen nuk do të lejoj që veprimet e tilla të përsëriten, sikurse bëj thirrje edhe sot që gjitha gratë deputete të reagojnë kurdo që dikush mund të fyhet apo dënohet në forma të ndryshme, pavarësisht partisë, sepse sot mund të jetë Igo, nesër mund të jem unë, pas nesër mund të jetë Sagjidja, apo të tjera që janë në mesin tonë. Prandaj le të përbashkohemi që ta mbështesim njëra tjetrën, të jemi solidare me njëra tjetrën, sepse vetëm kur jemi bashkë, shoqëria jonë është më e fortë dhe vajzat e Republikës së Kosovës e gratë po ashtu janë shumë të fuqishme. Ju falenderoj për gjithçka që keni bërë ndër vite, për punën që vazhdoni ta bëni me të njëjtin përkushtim dhe për standardin e lartë që me drejtë ja kërkoni Republikës së Kosovës. Kosova është me fat që ka organizata të fuqishme, që ka gratë fuqishme, sikurse jeni ju. Për të ndërtuar Kosovën si një vend i lirë, ku secili individ të ketë mundësi të jetojë në mirëqenie e me dinjitet, pa diskriminim, ku barazia dhe mundësitë e barabarta i garantohen gjithë secilit. Përkundër përparimeve, sidomos këto vitet e fundit, edhe ky takim sot është një moment për të njohur përparimet, për të reflektuar mbi plagët e pashëruara dhe për të riafirmuar angazhimin tonë për një të ardhme ku gratë jenë sigurta, barabarta dhe të përfaqësuara në çdo vendimarrje. E kaluara, e tashmja dhe e ardhmja janë të ndërlidhura. Kur flasim për drejtësinë, nuk mund ta anashkalojmë drejtësinë tranzicionale, po tashmë në fund e kemi edhe strategjinë shtetërore për drejtësi tranzicionale, që vërtet është një hap i rëndësishëm. Për një strategji, sa do e mirë në letër, mbetet e pamjaftueshme nëse nuk përkthehet në drejtësi konkrete. Dhe kjo është veçanërisht e vërtet për gratë viktima të dhunës seksuale gjatë luftës. Të nderuara pjesëmarrëse, rrugtimi për njohjen ligjore të këtyre grave ka qenë i gjatë dhe i dhimbshëm dhe u bë i mundur vetëm me angazhimin e madh të juajin, të secilis prej jush dhe aktivizmit të rrjetit. Edhe pse ligji u miratua në vitin 2014, përpjekjet ishin shumë më të hershme ndaj një rezistence të fortë, madje në Kuvendin e Kosovës, ku disa gra deputete në arsyetimin e thojza nderit familjar
e refuzanin një njohje të këtillë. Stigma atëherë ishte jo vetëm shoqërore, ishte institucionale. Sot, edhe pse mbi 1600 gratë mbijetuara kanë arritur të fitojnë statusin dhe një shumë modeste të kompenzimit mujor, stigma vazhdon të jetë e fortë. Shumë gra ende hezitojnë të aplikojnë nga friga e paragjykimit, madje edhe nga familjarët e tyre. Ndërkohë, vlerësohet se numri real i viktimave është vjetra mira që ka tregon për hendekun e madh midis drejtësisë formale dhe realitetit. Për te këtyre sfidave ligjore dhe sociale, shumë prej këtyre grave përballen me vështirësi të rënda ekonomike. Mundësitë për punësim janë shumë të kufizuara, varfëria është tejet e vrashtë dhe mbështetja financiare shpesh nuk mjafton për një jetë dinjitoze. Edhe organizatat e juaja, që kanë qenë gjithherë shtylla kryesore e mbështetjes, vazhdojnë të përballen me mungesë të financimit të qëndrueshëm. Ndërkohë, nuk mund të injorojmë as sfidat e së tashmes. Dhuna ndaj grave vazhdon dhe në rastet më ekstreme përfundon në femicid. Muajt e fundit kemi parë dënime më të ashpra dhe maksimale për autorët, një hap përpara që është arritur fal aktivizmit të palodhur tuajin edhe brenda rjetit. Ky aktivizëm ka qenë vendimtar, e ka thyer heshtjen, ka sfiduar institucionet dhe ka sjell ndryshime konkrete. Në 2 dekadat e fundit, në vendet tonë janë bërë hapa të rëndësishëm. Kemi arritur sukseset mrekullueshme të vajzave në arsim. Fatkeqësisht përparim më të ngadalësuar të pjesëmarrjes së grave në tregun e punës. Dhe kemi arritur gjithashtu një pjesëmarrje domethënëse të madhe të grave në jetën publike. Ekziston një kuadër ligjor i avancuar dhe politika të mira për barazinë gjinore dhe mundësitë e barabarta. Dhe aktivizmi juaj gjithashtu ka bërë të mundur ndryshime konkrete në institucione dhe në praktikë. Këto ndryshime nuk janë bërë vetveteu, secila prej jush, veç e veç dhe të gjitha së bashku në nëmbredhjen e rjetit me shumë përpjekje e sakrifica keni arritur që të mbrim deri këtu. Megjithatë, edhe njëherë po e them, arritjet në letër duhet të përkthehen në drejtësi konkrete dhe në ndryshim real për jetën e grave. Po ashtu duhet të kujtojmë se demokracia dhe respekti për gratë nuk përfundon ligje, vetëm ato kërkojnë një kulturë institucionale dhe sjellje të përditshme që mbrojnë dinjitetin e secilës. Kohët e fundit pam një shembull të qartë, sepse kjo është e rëndësishme. Në kuvendu përdor gjuhë denigruese dhe seksiste ndaj deputetës Vlora Qitaku. Një sjellje e tillë nuk është përplasje politike e thjeshtë, është një kërcënim për pjesëmarrjen e grave dhe për besimin e qytetarëve që duan të angazhohen shoqërisht dhe politikisht. Duhet të përshëndesim këtu me këtë rast reagimin e vendosur të kryetarës së kuvendit, zonjën Salvulena Haxheu, e cila dënoi ashpër këtë gjuhë. Ky qëndrim institucional ishte mesazh i qartë se dinjiteti nuk është çështje partije, por themeli i çdo institucioni demokratik. Deri te ky rast, fyerja e grave deputete dënohej vetëm nga organizatat e tyre dhe pjesëtarë të shoqërisë civile dhe bashkëpartijakët e atyre grave. Kjo tregon edhe se sa e rëndësishme është që të kemi gra në krye të institucioneve. Nuk ka dyshim, gratë si modele të fuqishme në jetën publike janë thelbësore për një demokraci të shëndetshme dhe gjithëpërfshirëse. Një fëmijë që rritet duke parë gratë në krye të institucioneve, rritet me një pikpamje të ndryshme për botën, një ndjenjë më të gjerë të asaj që është e drejtë dhe me një kuptim më të thellë të barazisë. Kjo është e ardhmja drejt së cilës ne bashkarisht angazhohemi. Dhe nuk jemi ende atje, progresi mbetet i brisht, dhe për shumë gra pabarazia ka të bëjë edhe me sigurinë. Numri i grave që përjetojnë dhunë dhe nuk ja thonë askujt është ende shumë i madh. Numri i grave që përballen me ngacmime seksuale në punë e nuk ja thonë askujt vazhdon të jetë i madh. Dhuna seksuale dhe stigma, shumë vajza dhe gra vazhdojnë të jetojnë me turp dhe me frikë dhe e fshehin krimin ndaj tyre. Dhunuesit jetojnë të lirë, krimi nuk raportohet
mbullohet dhe shumë shpesh autorët lihen të lirë. Ne e shohim çdo ditë dëmin e madh që shkakton dhuna seksuale dhe ajo me bazë gjinore, si fizike ashtu edhe psikologjike. Shumë shpesh kryhet me qëllimin për të dehumanizuar dhe degraduar. Vërtet duhet bërë më shumë. Gratë që janë sot këtu e dinë, kanë përvojë dhe vullnet për t'u angazhuar, për mundësitë financiare, për kundër mbështetjes institucionale, janë shumë të kufizuara. Bashkarisht duhet të bëjmë më shumë, të gjejmë më shumë mundësi për të ngritur fonde, për të adresuar këtë plagë të madhe të shoqërisë sonë. Dhe me këtë rast duhet punojmë dhe angazhohemi secila që mos na dështojnë edhe fondet vetëse të alokuara nga Bashkimi Evropian për shkak të kryenitësisë së liderëve tonë. Le të shërbej ky moment si një pikë kthese për të forcuar institucionet tona, për të mbrojtur gratë në politikë, në ekonomi dhe në shoqëri, gjithashtu dhe kryesisht në rand të parë në vetë shtëpinë ku jemi. Ne kemi detyrim moral dhe kombëtar të veprojmë së bashku dhe pa vonesë. Well, good morning, everyone, and thank you so much for the invitation to join you at this wonderful organization. Thank you, Ego, for the invitation, and Nirman, the chair of the board, for the leadership of this incredible organization. And I'm honored to be with the Kosovo Women's Network, which for almost a quarter of a century has demonstrated that sustained and principled engagement, what it can achieve in building a strong coalition of organizations that not only advocate for women's rights, but they deliver tangible change at the community level. The work of all of the members reflects this important and deep understanding that progress is not only made in institutions, but in everyday engagement with citizens, municipalities, and local realities. And just looking out at the room with the acting president and speaker and all of the representatives of women leaders across Kosovo, wow, this is just amazing. And thank you, Ego. And almost over the same period of time, for the last quarter of the century, the National Democratic Institute has worked to advance women's leadership. And we know that that is central to strengthening democracy itself. Our partnership with the Kosovo Women's Network is essential in connecting these national level efforts with grassroots realities. And it's these strong networks that makes all of our work amplified and more powerful and impactful. And in Kosovo, our work is focusing on supporting inclusive political processes, strengthening the role of women within political parties and institutions, and creating pathways for new leaders to emerge. And through our flagship initiatives like the Leadership Mentorship Program, capacity building programs, and policy engagement platforms, we aim to ensure that women are not only present in the decision-making spaces, but also able to meaningfully influence and lead them. And all of our work is more important given these global headwinds that we're facing. Across many countries, we're witnessing a coordinated backlash against gender equality and anti-gender movements that seek to undermine the very hard-earned rights that people in this room have been working for, and they're trying to hinder women's participation in public life. They express this through disinformation, increased hostility towards civil society, targeted attacks on women in politics and public roles. And these trends are global, but they affect us deeply here in the Balkans and here in Kosovo. And it's trying to impact the space in which women leaders can operate and setting us all backwards. And especially now, that means that the work of the Kosovo Women's Network is even more critical. It's the grassroots organizations that are often the first to identify emerging challenges and can be most effective in responding quickly to them. So by combining community engagement with rigorous research and policy analysis, KWN ensures that women's voices are not only heard, but translated into concrete policy proposals. And this ability to connect local expertise with national policy discourse is the menu that's essential for building responsible and accountable governments.
and it reinforces the role of civil society as both an advocate and a knowledge producer. So looking ahead, let's deepen this progress further together. We must deepen collaboration between civil society institutions and international partners. Support those who are in a position of influence. Invest more in the next generation of women leaders. Champion a clear commitment to the principle that gender equality is not separate from democracy. It is fundamental to it. And NDI remains committed to working alongside KWN and all of its members in advancing these shared goals. The strength of this network and the dedication of its members are a powerful reminder that sustainable change is built through partnership, persistence, and a clear vision for a more inclusive, a more inclusive future. So congratulations on all the work you do. Awesome to be part of this network and to support it.